Mbas 2 vitesh eksperiencë aty, hapa qendrën time, thash ta provoj, pse jo. Kishim ca kursime bashkë me Nusën, dhe thash ka momenti, tani është momenti i investimit. Dhe e kam hapur në datën 1 mars të 2020-s. 7 ditë para se të mbyllesh nga Covidi. Gjithë investimit, gjitha që kishim, edhe bukur shumë. E hapëm, u mbyllëm. Pra ishte kështu. Por nuk më ka ndaluar, sepse madje u mendoj që ajo më ndihmoi shumë, sepse duke qenë se unë isha biznesi në rritje, biznesi i ri, kam punu shumë me webin, me fjalët kyçe, me SEO-n, që unë të dilja i pari në Google dhe gjitha këto. Dhe isha i përgatitur sepse mua nuk më zuri pandemia. Domethënë e zura unë pandemin. Dhe unë e shfrytëzova pandemin, pjesën e virusit që ishte, që njerëzit i orientoja dhe të përgatisja platformat online. Përgatita një platformë online në të cilën kam gjitha kurset e regjistruara, përgatita gjitha platformat që unë punoj aty jam mësime dhe online në mënyrë siç duhet, dhe më gjeti gati, momentin që u hap pastaj nga virusi, unë isha gati me gjitha platformat, me gjitha metodat e shpjegimit, dhe nga ndej këtej, pastaj ka qenë punë, bashkëpunime me bizneset, kam bërë një event në Tiranë të cilin